Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Situata në qarkun e Gjirokastrës pas rreshjeve po përmirësohet, megjithse disa akse rurale vijojnë të jenë problematik. Aksi Kolonjë-Golëm dhe ura e Glinës në Dropull mbeten të dëmtuara, duke kërkuar ndërhyrje të vazhdueshme nga grupet e bashkisë dhe emergjencave. Për të shmangur izolimin e 5 fshatrave të Dropullit, po punohet në hapjen e një bypassi për rikthimin e qarkullimit, ndërkohë rrugët nacionale janë të hapura dhe furnizimi me energji elektrike është stabilizuar. Shirat e ditëve të fundit kanë vonuar ndjeshëm korrjen e mistrit në qarkun e Gjirokastrës. Fermerët raportojnë vështirësi pasi një pjesë e madhe e sipërfaqeve mbeten ende të pakorrura. Në qarkun e Gjirokastrës po zgjerohet mbështetja për personat me aftësi të kufizuar. Institucionet e mbrojtjes sociale raportojnë rritje të shërbimeve ndihmëse që ofrohen në komunitet, veçanërisht për kategoritë më të ndjeshme. Parku i fëmijëve në lagjen Kodor të Sarandës mori emrin e humanistes italiane Motor Daniela Silvestrini në nder të 30 viteve shërbim në qendrën sociale të qytetit. Në ceremoninë e përkushtimit, përfaqësues të kishës, bashkisë dhe konsullatës italiane vlerësuan kontributin e saj të pazvendësueshëm në komunitet. Ju njohim tani më gjërësisht. Situata në qarkun e Gjirokastrës pas rreshjeve po përmirësohet, megjithse disa akse rurale vijojnë të jenë problematik. Aksi Kolonjë-Golëm dhe ura e Glinës në Dropull mbeten të dëmtuara, duke kërkuar ndërhyrje të vazhdueshme nga grupet e bashkisë dhe emergjencave. Për të shmangur izolimin e 5 fshatrave të Dropullit, po punohet në hapjen e një bypassi të ri për rikthimin e qarkullimit, ndërkohë që rrugët nacionale janë të hapura dhe furnizimi me energji elektrike është stabilizuar. Pas rreshjeve të ditëve të fundit, situata në qarkun e Gjirokastrës është përmirësuar dukshëm. Gjatë natës nuk janë regjistruar rreshje shiu në territorin e qarkut, ndërsa akset rrugore janë të kalueshme dhe furnizimi me energji elektrike dhe ujë të pishëm është normal në të gjithë rajonin. Megjithatë, në lartësi mbi 1500 metër mbi nivelin e detit ka patur rreshje bore. Ndërsa në aksin rrugor Tepelen-Kakavi, prezenca e mjegullës në orët e para të mëngjesit ka vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Niveli i lumit Vjoz dhe Drino është në kuota normale. Në bashkinë Libohov, aksi rrugor Sheper-Poliçan, njësia administrative Poliçan, u pastrua nga inertet që kishin bllokuar këtë rrugë. Nga emergjencat civile të bashkisë Gjirokastër, bëhet e ditur se në aksin rrugor Kolonjë-Golëm, njësia administrative Picar, firma ndërtuese po punon për pastrimin e këtij aksi. Në bashkinë Dropull, gjithashtu, vijon puna për vënje në funksion të rrugës Glinë Pravisht, ndërsa për sa i përket situatës në bashkitë e tjera të qarkut, paraqitet e qetë. Shirat e ditëve të fundit kanë vonuar ndjeshëm korrjen e mistrit në qarkun e Gjirokastrës. Fermerët raportojnë vështirësi pasi një pjesë e madhe e sipërfaqeve mbeten ende të pakorrura. Shirat e ditëve të fundit kanë vonuar ndjeshëm korrjen e mistrit. Në shumë parcela, veçanërisht këtu në zonën e Libohovës dhe Dropullit, mistri ende nuk është mbledhur. Fermerët thonë se rreshjet e pandërprera kanë vështirësuar hyrjen e mjeteve bujqësore në ara, ndërsa frikë është se vonesa mund të ndikojë edhe në cilësinë e prodhimit. Asim Banushi është një prej fermerëve që ka kultivuar rreth 3 hektar tokë me misër. Kjo periudhë është mjaft delikate dhe ka rezultuar në disfavor, pasi një sipërfaqe konsiderueshme misrit ende ka mbetur pakorrur. Unë prodhoj misër, grur, tërshër, jonç vetëm për baktitë e mia. Dhe pak a shumë mbi 3 hektar me misër. Shirat filluan pak shpejt, nga koha e filluan që në fillim të shtatorit. Ajo periudhë misrin zgjati kohën e pjekjes së tij. Në periudhën që misri që të korret dhe të evadohet ose të hidhet në parambar ose të shitet, duhet të ketë të paktën minimalisht 16.5%. Që ta futesh në magazin duhet të jetë 14,5 lagështia, përqindja e lagështisë të misrit. Kushtet me lagështi të tepërt në shirat e shtyn shumë kohën e bjelës misrit. E bën të pamundur të futen kombanjat në fush dhe bën shumë të vështirë korrjen e prodhimit. Unë them se rreth 20% e sipërfaqes së mbjellë të misrit në territorin tonë, që vetëm në bashkinë e Libohovës mbillet rreth 250-270 hektar me misër, them një pjesë e konsiderueshme e tij në fush.
Specialisti pranë sektorit të bujqësisë flet për situatën aktuale në qarkun e Gjirokastrës dhe jep disa këshilla. Po për momentin nuk mund të veprohet përveç se nëse ka ndonjë nga ata fermerët që e din, mund të ketë ndonjë pikë ku ata mund të ndërhyjnë për largimin e ujrave, kjo duhet bërë sa më parë të jetë e mundur. Problemi është që ai duhet të vilet sa më parë të jetë e mundur dhe pastaj të kalojë ndoshta nëse nuk e ka arritur atë lagështin 14-15% që duhet të kalojë në tharse, sepse nuk mund të magazinohet nëse ai ka lagështi më të lartë 17 apo 18%. Në qarkun e Gjirokastrës këtë vit janë kultivuar rreth 1100 hektar tokë me misër. Bashkia e Konispolit ka kryer ndërhyrje në të gjitha institucionet arsimore, nga lyerjet e riparimet hidraulike e elektrike, po vjon edhe rikonstruksioni i shkollës së bashkuar Bido Sejko, që do të kthehet në një hapësirë moderne për nxënësit dhe mësuesit. Bashkia e Konispolit ka ndërhyrë në të gjitha institucionet arsimore që kanë në juridiksion përpara nisjes së vitit të ri shkollor. Qëllimi ka qenë krijimi i ambienteve më bashkëkohore dhe më funksionale për nxënësit dhe mësuesit. Sipas drejtoreshës së shërbimeve publike Teuta Çokalli, ndërhyrjet e kryera kanë përfshirë punimet e lyerjes, riparimet e sistemeve hidraulike dhe elektrike, si dhe rregullime të tjera të nevojshme për përmirësimin e kushteve. Me fillimin e vitit të ri shkollor 2025-2026, janë marrë të gjitha masat për fillimin e një procesi mësimor në kurse sa më të përshtatshme. Është bërë pastrimi lyerja e ambienteve të gjitha shkollave të bashkisë dhe kopshteve. Është bërë riparimi i sistemeve hidraulike dhe elektrike. Është bërë pajisja e të gjitha shkollave dhe kopshteve me detergjent, me materialet e nevojshme për fillimin e shkollës. Është bërë mobilimi i kopshtit numër 1 dhe numër 2 me dollap, me karrike, me tavolina të reja. Është bërë hidroizolimi i 2 taracave të kopshtit Çiflik dhe të kopshtit Shëndëlli. Është bërë rikonstruksioni i çatisë së shkollës Vrin. Është bërë shtrimi me beton i ambienteve të oborit të kësaj shkolle, si dhe shtrimi i rrugës hyrëse për në shkollë të fshatit Mursi. Bashkia e Konispolit ka nisur edhe një projekt më të madh investimi. Bëhet fjalë për rikonstruksionin e plotë të shkollës së bashkuar Bido Sejko në qytet, e cila prej vitesh kishte nevojë për ndërhyrje. Tani po kryejmë investim në shkollën e Konispolit, ku në këtë investim përfshihen riparimi i godinës, sisteme hidraulike, elektrike, riparimi i tualeteve, është ndërhyrja në një ambient sportiv të ri dhe të gjitha ngrohjet sistemi i ngrohjes po bëhet komplet i ri. Megjithëse procesi mësimor vazhdon, duke u alternuar në përkate, sistemohen në katin më poshtë dhe vazhdon puna nga firma në katin më lart. Punimet për rikonstruksionin e shkollës janë aktualisht në zhvillim dhe synojnë transformimin e godinës në një mjedis modern, të sigurt dhe të përshtatshëm për procesin mësimor. Bashkia thekson se investimet në arsim mbeten prioritet për të garantuar standarde më të larta për fëmijët e Konispolit. Në qarkun e Gjirokastrës po zgjerohet mbështetja për personat me aftësi të kufizuar. Institucionet e mbrojtjes sociale raportojnë rritje të shërbimeve ndihmëse që ofrohen në komunitet, veçanërisht për kategoritë më të ndjeshme. Në qarkun e Gjirokastrës po zgjerohet mbështetja sociale për personat me aftësi ndryshe. Pranë zyrës vendore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar vlerësohen çdo vit rreth 1500 qytetar, të cilët i nënshtrohen procesit të përcaktimit të aftësisë së kufizuar. Nga këta, 430 janë të verbër, ndërsa 140 rezultojnë tetra apo paraplegjik. Institucionet bëjnë të ditur se përveç procedurave të vlerësimit, po shtohen edhe shërbimet mbështetëse në komunitet. Kemi 413 persona të diagnostikuar si të verbër dhe 140 persona tetraparaplegjik. Dua të them që personat e verbër dhe tetraparaplegjik kanë edhe shoqëruesin e tyre, përgjithsisht pra për shkak edhe të gjendjes shëndetësore të rënduar, kanë edhe shoqëruesin e tyre. Të gjitha komisionimet e tjera për personat me aftësi ndryshe zhvillohen këtu pra në Gjirokastër dhe në momentin e komisionimit këtyre personave ju sugjerohen edhe disa shërbime sociale shtesë bazuar në gjendjen e tyre shëndetësore, të cilat duhet të ofrohen pranë komuniteteve ku banojnë, për shembull shërbime fizioterapie, shërbime terapeutike, këshillime psikologjike e të tjerë, të cilat personat është mirë që t'i marrin pranë komunitetit ku ata banojnë.
Përfituesve ju ofrohen shërbime shtesë të specializuara, të lidhura ngushtë me gjendjen e tyre shëndetësore dhe nevojat individuale. Mes tyre janë logopedia, fizioterapia, si dhe mbështetja psikosociale e të tjerë. Pranë çdo bashkie në dijenin time funksionojnë shërbimet lëvizëse, që do të thotë që një grup i caktuar shkon në përbanesat e personave me aftësi ndryshe kur ata kanë nevoja të ndryshme dhe kohë së fundmi në Bashkinë Gjirokastër janë vendosur këta persona që ofrojnë shërbimet shtesë si fizioterapi për shembull, në mënyrë që personat me aftësi ndryshe t'i marrin këto shërbime pranë komunitetit. Qëllimi i shtimit të shërbimeve është lehtësimi i jetesës për kategoritë më të pambrojtura të qarkut. Prodhimi rekordi i mandarinës në Konispol është prekur nga dyshime të pabazuara për mbetje kimike, duke ulur shitjet. Fermeri Petrit Mulla thotë se fruti është i pastër dhe shqetësimi lidhe me vjeljen e parakohshme. Ai kërkon një laborator ditor në çdo pikë grumbullimi. Konispol i prodhon rreth 60.000 tona grume në vit, me vlerë rreth 30.000 euro. Prodhimi i mandarinës në plantacionet e Konispolit është më i mbarë se çdo vit paraardhës, por investimit dhe punës së bërë, fermerët nuk po ja marrin frytet, sepse shitja e prodhimit është ende në sasi simbolike dhe tregu i brendshëm e ai eksportit u tronditën nga dyshimi për ngarkesë me mbetje kimike. Petrit Mulla, një prej qindra fermerëve konispolat që kultivojnë prej vitesh mandarinën, thotë se ka 2.000 rënjë me prodhim të pastër të bazuar në analiza të bëra privatisht. Ai thotë se edhe problematike e analizave për fermerë të tjerë nuk vinte nga ngarkesa me mbetje kimike siç u bë zhurma, por me vjeljen 3-4 ditë përpara pjekjes optimale. Unë kam rreth 2.000 rënjë mandarina dhe i kam bërë analizat për të dyja parcelat që kam dhe analizat kanë dalë shumë mirë. Por dhe për ata njerëz të cilët fillimisht kishën dalë jo mirë, nuk kishte problem të bënte me mbetje kimike, po kishte problem me karencën, me 4-5 ditë që duhet i vilin më vonë. U morë vesh puna e mandarinës, ishte një dëm i madh. Megjithatë, njerëzit u angazhuan sepse është tërë djersa e jetës e gjithë vitit, u angazhuan dhe bënën analizat atje ku i orientuan pikat e grumbullimit. E gjithë mandarina e Konispolit është e pastër, pa mbetje kimike. Ne ushqejmë vetë dhe ushqejmë dhe fëmijët tanë dhe tërë miqtë tanë marrin nga kjo mandarinë. Petriti thotë se dëmi i ardhur nga shtremërimi të vërtetës në publik dhe në treg ishte i madh. Kjo ka bërë që nga 30 maune në ditë me nga 20 ton mandarina secila që duhet të ngarkoheshin këto ditë nëntori, ngarkojnë 2 deri në 3, që do të thotë se shitja nuk është zhbllokuar. Dëmi ishte i madh. Tani ka filluar edhe tregu i brendshëm dhe tregu i jashtëm tani sapo ka filluar, por me ritme shumë të avashta, ndërkohë që mandarina ka ardhur. Në këto momente duhet të ikni nga Konispoli rreth 30 maune me 20 ton secila. Sot mund të gjesh 1 ose 2 ose 3 maune qameti, ose ata të tregut brendshëm që grumbullojnë me kosha. Akoma nuk është bllokuar. Para disa ditësh erdhën në Konispol Ministri Bujqësisë dhe 2-3 deputet dhe kryetari i bashkisë, të cilët folën tek lëmbi i Rahut për problemin e mandarinës. Kryetari i bashkisë i ka dhënë një mbështetje, me thënë drejtën fermerëve, me të drejtë sepse është pjesë e këtij komuniteti. Si një fermer me eksperiencë shumë vjeçare në kultivimin e mandarinës dhe i njohur për mendimin ekonomik, Petriti rekomandon që çdo pikë e licencuar për grumbullimin e prodhimit të mandarinës të detyrohet dhe të mbështetet nga shteti që të ngrer laborator, ku të bëhen analizat çdo mëngjes. Kështu, thot ai, do të jepet siguri dhe do të mbahen larg nga ky proces faktor dhe subjekte që nuk kanë asnjë lidhje me mandarinën. Propozimi im është ky, si fermer, që laborator të detyrohen të gjitha pikat e grumbullimit, të cilat kanë licencë nga QKL-ja dhe nga QKB-ja, të bëjnë laborator. Çdo pikë grumbullimi, çdo mëngjes, jo vetëm të nxjerrë çmimin, por të bëjë dhe analizën nga çdo fermer që shkon atje. Të detyrohet nga shteti të marrë ose të ndihmohet nga shteti të marrë laborator çdo pikë grumbullimi, që është i regjistruar në QKB dhe që ka drejtën nga QKL-ja. Qendra Kombëtare e Licencimit. Faktorët që kanë nxitur këtë janë këta që duan të fitojnë jashtë mandarinës. Edhe tregtarët është një faktor që duan të fitojnë, domethënë më shumë nga duhet të ulin çmimin,
por dhe këta që janë futur për bërë analizat, mendoj se janë njerëzit që e quan në këtë antireklam mandarinë e Konispolit. Dolën të gjitha analizat dhe dolën shumë mirë, por dëmi është bërë, mandarina është aty. Imagjino, si vjetë ka një prodhim të jashtëzakonshëm, ka mbi 60.000 ton. Fermerët kanë punuar shumë dhe kanë investuar shumë tek mandarina. Bashkia e Konispolit është prodhuesja dhe eksportuesja më e madhe e mandarinës në vend, me destinacion tregun e brendshëm dhe Kosovën, si dhe për eksport drejt Zvicrës, Kroacisë, Polonisë e në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për 1.000 hektar të mbjella me mandarina, me agrume portokalle dhe limona dhe në shërbim të tyre janë 1.000 fermer për 1 milion rënja agrume të mbjella. Bashkia e Konispolit po përballet gjithnjë më shumë me persona që kalojnë kufirin pa dokumente, të cilët vinë nga vendet të lindjes së mesme. Specialistja Daniela Zenjeli shpjegon se mungesa e një ligji të posaçëm e vë bashkinë në vështirësi për verifikimin dhe trajtimin e tyre. Me mbështetjen e organizatave partnere, bashkia po menaxhon rastet emergjente dhe po garanton kujdesin minimal të nevojshëm. Bashkia e Konispolit për shkak të pozicionit të saj kufitar po përballet gjithnjë më shpesh me raste të personave që vinë nga vende të ndryshme, si Egjipti, Afganistani apo shtete të tjera të lindjes së mesme. Një pjesë e tyre paraqiten si të mitur në dogan, megjithatë verifikimet e mëvonshme tregojnë se jo gjithmonë përputhen me këtë deklarim. Në këto kushte, institucioni vendor ndërhyn t'i trajtojë si persona në nevojë dhe t'u sigurojë mbështetje bazë që parashikon ligji. Për 2025 ne kemi patur shumë pak raste në krahasim me çka kemi patur në 2024. Vazhdon e njëjta metodë pune, ne ju sigurojmë vendqëndrimin, i shoqërojmë deri aty sa ata të akomodojnë dhe të jenë të sigurt. Sipas specialistes së mbrojtjes sociale Daniela Zenjeli, kuadri ligjor aktual nuk jep udhëzime të qarta për menaxhimin e kësaj kategorie, çka vendos bashkinë në një situatë të vështirë. Ajo thekson se institucionet vendore kanë hasur pengesa të shumta në sigurimin e strehimit, procedurave dhe verifikim të moshës. Është një shqetësim vetëm për faktin që akoma nuk ka një, po themi, ligj tamam të mirëfillt që këto persona ne i marrim dhe i akomodojmë në një ambient, po themi, fiks për këto persona. Thjesht këto akomodohen diku tjetër me një bashkëpunim shumë të madh dhe sfidë më vete për të gjetur vendqëndrimin. Pavarësisht sfidave, Zenjeli thotë se pal bashkëpunimit me disa organizata që operojnë në fushën e mbrojtjes sociale dhe të drejtave të njeriut, bashkia ka mundur të sigurojë akomodimin e përkohshëm, ushqim dhe veshmbathje për personat që mbërrin në territor. Ky bashkëpunim është bërë i domosdoshëm për garantimin e standardeve minimale të kujdesit dhe për menaxhimin e situatave emergjente. Parku i fëmijëve në lagjen Kodor të Sarandës mori emrin e humanistes italiane Motor Daniela Silvestrini në nder të 30 viteve të përkushtimit të shërbimit që ajo ka ofruar në qendrën sociale të qytetit. Në ceremoninë e zhvilluar, përfaqësues të kishës, bashkisë dhe konsullatës italiane vlerësuan kontributin e saj të pasvendësueshëm në komunitet. Emri i saj në këtë park simbolizon mirënjohje dhe trashëgon mesazhin e kujdesit dhe dashurisë pa kushte për brezat e rinj. Në parkun pa emër në lagjen Kodor të Sarandës përjetësohet emri humanistes italiane Motor Daniela Silvestrini. Ky emër në hyrje të parkut të fëmijëve të Sarandës do të qëndrojë si shenjë mirënjohjes së madhe për 30 vitet e shërbimeve që ofroi në krye të qendrës sociale të themeluar në këtë qytet, duke shpërndar shpresë, dinjitet dhe dashuri të pakushtëzuar për njerëzit. Dhënia e emrit të Motor Daniela këtij parku më shumë se një homazh është një veprim me një domethënie të thellë kulturore, edukative dhe shpirtërore për komunitetin. Motor Daniela për 30 vite, gati 30 vite ka punuar në këtë vend duke lërë një gjurmë të veçantë në këtë komunitet. E kujtojmë çfarë motre Marcelline në drejtimin e Motor Danieles kanë bërë në mënyrë të veçantë për fëmijë, për familje të varfërit, kanë ndërtuar edhe një mensa kur akoma sot çdo ditë shumë fëmijë shkojnë
për të ngrenë. Për nënkryetarin e Bashkisë së Sarandës, Florian Sali, dhënia e emrit të parkut publik është nderim dhe mbetje gjallë e veprës 30 vjeçare të motor Daniela. Që puna dhe përkushtimi i saj të vazhdoj dhe misioni njerëzit e nevojë në saj të gjithë punës së palodur të gjithë saj trupe të motor Danielës të vazhdoj dhe të ngelet pa harruar. Ajo çfarë ka bërë kjo qendër sociale në 30 vite veprimtari dhe vijon të bëj, është ngulitur dhe vlerësuar nga njerëz të ndryshëm të komunitetit. Jam shumë e gëzuar dhe nderuar që marr pjesë në këtë fest në nderim të motor Danielës, e cila është një figurë shumë e rëndësishme për gjithë qytetin tonë. Motor Marcelina është motor, është mama, është mike edhe është shoqëruese e secilit prej nesh. Marrja e emrit motor Daniela e transformon parkun nga një shesh i zakonshëm lojrash në një monument të gjallë të mirënjohjes njerëzore. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.